Që përmenda do të kemi edhe intervista me endokrinologet Arita dhe Arta Haxhiu, me cilat është kolegu Enver Goashi. Enver, mirëmbrëma, përshëndetje për ty edhe për doktoreshat. Faleminderit, përshëndetje ty Mediana dhe gjithë teleshikuesve të Radio Televizionit të Kosovës. Një temë vërtet e rëndësishme sepse ka të bëjë me trupin, me shëndetin e posaçërisht me atë që vjen një periudhë kohore kur gjitha gratë e përjetojnë në forma të ndryshme. Ju e përmendet edhe në studio që është një fenomen i cili ndikon vetëm te gratë dhe ne burrat e kemi shumë vështirë ta kuptojmë, edhe është vërtet shumë e rëndësishme që ne si burrat ta dimë se si ti përkrahim në ato momente të veçanta. Por për çfarë si bëhet në aspektin vërtet mjekësor, kam edhe dy motra të cilët ju edhe prezantuat, është Arta dhe Arita Haxhiu, endokrinologe, përndryshe specialistët të kësaj temës. Arta, Arita, faleminderit, mirë se erdhët në emisionin e pasdites. Përshëndetje, faleminderit shumë për ato që keni ardhur dhe për tematikën që do bisedojmë. Mirëmbrëma, faleminderit shumë që keni ardhur, që na keni zgjidhur neve që do flasim sa do pak për menopauzën, e cila mendohet që mund të jetë edhe temë tabu për gjithë popullatën. A është tabu t'ja fillon mbi kësaj? Tani, në shekullin e sotëm nuk është më tabu sepse njerëzit edhe po lexojnë, edhe janë të informuar qoftë me fletushka, qoftë në rrjetet sociale për menopauzën, femnat përgatiten për këtë periudhë, por për meshkujt që i kanë këto gra është ndoshta tabu dhe këta duhet të kuptojnë çfarë përjeton trupi i femnës në periudhën e menopauzës, në mënyrë që sadopak t'i lehtësojnë këtë periudhë grave të tyre. Pyetje shumë e rëndësishme sepse sot kur i tregoja kolegëve se këtë temë do ta kem, pyetëm vetëm pse nuk po shkon ndonjë vajzë, ndonjë gazetare, por një mashkull që të flet për menopauzën. Pse është çaq si temë që meshkujt mos ta diskutojnë? Unë shumë po më pëlqen që jeni ardhur ju si mashkull me diskutu, që sa do pak burra ta kuptojnë çfarë do thot menopauza, që në menopauzë një grua pson ndryshime hormonale jashtëzakonisht shumë të mëdha, të cilat pastaj mund të kenë pasoja në shëndetin mental të kësaj gruaje. Kjo grua do ketë fillimisht humbje të koncentrimit, vështirësi në gjumë, do me thonë pa gjumësi, do ketë, disa gra mund të kenë edhe vështirësi në të folur, në të hecur, do me thonë disa gra mund të kenë afshët të nxehtësisë ose vallunge të nxehtësisë, disa përjetojnë pa gjumësi, disa përjetojnë luhatje të humorit siç është depresioni, dhe prandaj shumë mirë është që burrat të kuptojnë çfarë një grua e tyre mund të pëson nga ana psikologjike, që ti qëndroj afër kësaj gruaje paktën për një kohë të caktuar, sepse kjo menopauzë ose simptomet e menopauzës nuk zgjasin shumë. Pastaj kalon në postmenopauzë dhe gjitha hormonet qetësohen, mbi në nivelin e tyre qetësues dhe pastaj gruaja qetësohet. Kështu që shumë mirë është si mashkull me kuptu çfarë do thotë një grua kur është në menopauzë. Okej. Të bëjmë një marrëveshje. Ma shpjegoni asnjësojë që vërtet edhe unë ta kuptoj. Çfarë është menopauza, kur reflektohet, lexova që në mosha të ndryshme, në forma të ndryshme i prekin gratë. Kur mund gruaja ime ta prek këtë fazë? Atëherë menopauza është një periudhë fiziologjike, e cila në fakt karakterizohet nga pushimi i funksionimit të vezoreve dhe prodhimit të hormoneve estradiolit dhe progesteronit. Ajo karakterizohet nga pushimi i cikluseve menstruale për të paktën 12 muaj, kur një grua ka humbur tashmë moshën fertile të saj dhe pse quhet ndryshimi ose përfundimi i periudhës së reproduktivitetit të një grua, që kjo femër nuk mund të jetë fertile. Diagnostikohet kryesisht kur cikluset menstruale nuk janë rishfaqur në 12 muajt e fundit. Ajo kalon në për 3 faza gjënëm. Ne kalojmë në për 3 faza drejt menopauzës. Fillon si premenopauzë, që mund të filloj që nga mosha 40 vjeçare dhe të zgjasë 8 deri në 10 vite, pastaj vazhdojmë në menopauzë dhe postmenopauzë. Menopauza në fakt do të thotë kur qeliza vezoreve ose vezoret tona pushojnë së funksionuari, do të thotë që kemi të bëjmë me ndryshime hormonale, me ulje të nivelit të estrogenit dhe progesteronit,
kolesteronit dhe automatikisht me shfaqjen e simptomave, simptomatologjisë ashtu siç tha dhe doktoresha Arita, që do të thotë luhatje me humorin, valë të nxehta, dhimbje koke, fillojnë dhimbjet muskulore, dhimbjet artikulare, rrezikshmëria më e lartë për të futur në osteoporoz dhe prandaj janë ato suplementet vitaminoze, krahas ndryshimit të stilit të jetesës që ne duhet të bëjmë në këtë fazë. Pastaj mundemi me pas epizode me çrregullim të metabolizmit të lipideve, kur fillojnë vlerat e kolesterolit dhe LDL kolesterolit të ngriten dhe HDL-ja të bie, me që estrogeni kur bie rrit rrezikshmërinë e dislipidemisë, rrit rrezikshmërinë e shpërndarjes së një lidhjamor kryesisht në pjesën qendrore të saj me sindromen metabolike, rrezikun e diabetit, hipertensionit dhe infarktit të miokardit. Dhe prandaj çdo grua që tashmë po kalon drejt fazës së menopauzës, që mund të zgjasin simptomat 4 deri në 5 vite derisa përfundon kjo fazë, duhet të ketë shumë kujdes në ndryshimin e stilit të jetesës në radhë të parë dhe në radhë të dytë për disa granie zgjedhim dhe terapinë hormonale zëvendësuese. E përmendet që janë 3 fazat, premenopauza, menopauza dhe postmenopauza. Kjo periudhë fillestare, të fillojmë prej fillestare. Përmendet që prej 40 vjetëve, dhe më thua prej 40 vjetëve e lartë mund të fillojnë si. Cilat janë ato simptomet dhe çfarë duhet bëj një grua që nuk e di ta është term adekuat të ta luftoj ose ta shtyn ose si duhet vepron në periudhën e pre-menopauzës. Tani, perimenopauza, ashtu si tha dhe doktoresha në fjalë, mundet paraqitet që nga mosha 40 vjeqe, e para. E dyta, çfarë ndryshime fillojnë? Fillimisht, vezorja më pak funksionon, që do thot më pak është e aftë me prodhu hormonin e saj që është estrogeni dhe progesteroni. Automatikisht te kjo femën do ketë fillimisht dhimbje gjatë marrëdhënieve seksuale, kjo do e vrej dhimbjen dhe ndoshta dhimbja do jetë ajo që do e detyroj këtë të shkoj të kërkoj ndihmë mjekësore. E dyta do ketë tharje të mukozës së vaginës, se nga mungesa e hormoneve do vije deri te tharja e mukozës së vaginës. E treta do jetë infeksionet më të shpeshta vaginale si rezultat i tharjes mukozës vaginës, që janë kryesisht infeksione nga kandida apo myku, pastaj infeksione më të shpeshta urinare dhe fillojnë edhe çrregullimet e humorit edhe te kjo femën. Fillon kjo femën me shtum peshë. Dhe vjen këtu tek neve se kërkon ndihmën e endokrinologut, pse po shtojmë peshë, çfarë po ndodh? Ne e themi çdo luhatje hormonale neve do na rrit rrezikun për shtimin peshë dhe gjitha pasojat më pas që bart pesha në vetvete. Ne i propozojmë si endokrinolog, bëjmë analizat e metabolizmit, edhe e dyta analizat hormonale. Dhe në qoftë se e shohim që hormonet e vezoreve nuk janë mirë, atëherë i propozojmë të marrë terapi, thirret anglisht hormonal replacement therapy. Do me thonë, terapi hormonale, e cila është substitucion që do marri kjo grua nga jashtë, dhe e cila do ja largoj automatikisht të gjitha simptomet që kjo grua do ketë. Kjo grua do ndihet automatikisht më mirë, nuk do ketë më këto simptomet e lartë përmendura që i thash, edhe e treta do parandaloj që kjo grua mos preket nga pasojat e menopauzës së parakoshme. Se neve merrem edhe me ato vajza të cilat ju është ndalë ciklusi menstrual, nuk kanë ciklus menstrual për 6 muaj deri 1 vit, edhe vinë se kërkojnë ndihmën hormon e doktorit endokrinolog për të parë kush është arsyeja pse kanë humbur cikluset më herët. Okej, bëjmë testimet hormonale, nëse e shohim që hormonet nuk janë mirë, automatikisht fillojmë terapinë zëvendësuese hormonale, për të parandaluar pasojat që menopauza e parakoshme mund të ketë të një trupi femnës. E pasojat e para janë osteoporoza, që do thotë në gjuhën popullore dëmtimi i kockave, zbutja e ashtit, e cila në të ardhmen mund të rrezikonte një fraktur patologjike, që do thot thyerje e kockave, dhe japim vitamin D, japim kalcium, qoftë me produkte të qumshtit, qoftë si kalcium si vitamin. Dyta, parandalojmë rezistencën në inzulinë, tuja bo analizën e sheqerit dhe inzulinës mëngjes esëll, dhe në qoftë se këto kanë rezistencë në inzulinë, japim terapi për këtë punë, për të parandaluar në të ardhmen një diabet tip 2 të sheqerit, sepse ky diabet tip 2 i sheqerit do na rrezikonte për sindromen metabolike dhe faktorë të tjerë që i përmendi edhe doktoresha Arta, një dislipidemi, një hipertension arterial dhe më pas smundje kardiovaskulare. Dhe e treta,
kjo femën në vetë vete do ndihet shumë e lumtur. Në qoftë se do marri terapi hormonale, në qoftë se është futur në perimenopauzë ose menopauzën e parakoshme. Do ndjehet komplet tjetër. Çfarë i propozojmë na kësaj femne? Përveç terapisë, e dyta, po jo më pak kryesore, po shumë kryesore, që është edhe ndër shtyllat kryesore, një është aktiviteti fizik, prandaj gjitha femnat shqyqyr pizotin Kosovë po shkojnë në pilates ose fitness ose gym ose po bëjnë një aktivitet fizik në natyrë, të paktën 45 minuta 3 herë në javë. E treta, ushqim i varfër në karbohidrate dhe sheqerna të thjeshta. Prandaj vajza ose gra që futeni në perimenopauzë dhe menopauzë, ju lutem largojeni ushqimet me sheqerna dhe ushqimet me karbohidrate, sepse këto do ju rrezikojnë për shumë probleme në të ardhmen. Edhe e treta, me pas një gjumë të mirë. E për gjumin e mirë na vyn edhe ushqimi i mirë, edhe aktiviteti fizik i rregullt, edhe një jetë me më pak strese. Ju përmendet që ndryshimet hormonale natyrisht vijnë edhe me ndryshime të humorit, edhe asaj pjesës se si ndihet secila prej atyre grave. Cila është ndihma që mund t'i jep shoqëria rrethi? Sa është i rëndësishëm ky fenomen? Ju përmendet që ne si burra duhet ta kemi parasysh t'i kuptojmë këto simptomet dhe t'i mbështesim, por përveç burrave, natyrisht janë edhe fëmijët, janë edhe rrethi tjetër i shoqëror, do të thonë ekzistojnë një rreth shpesh edhe kolekte punës ose të tjerë. Po çfarë roli kanë ata dhe si mund të ndihmojnë një grua të cilët kalojnë për këto faza? E para mbi të gjitha duhet të flasim hapur me kolegun, me partnerin dhe fëmijët drejt kësaj periudhe. Sepse nuk mund të kërkojmë që ato të na mbështesin ose të na japin ndihmën për kaq kohë sa ato nuk kuptojnë çfarë po ndodhet me neve. Dhe që në radhë parë duhet të informojmë për atë ndryshim që po pëson trupi. Ky quhet ndryshim biologjik, ashtu siç një vajzë ka bërë kur edhe fillon në pubertet, dakord? Duke patur një huri mbi atë informacion, mbi atë çfarë po ndodh në trupin ton, unë besoj që ata kanë me qenë aty për të na mbështetur. Gjithë, qoftë rrethi familjar, qoftë rrethi shoqëror. Mbi të gjitha ne themi të tejkalosh disa faza me ato pritshmëri drejt informacionit adekuat, neve na bën më kollaj për ta kaluar fazën e perimenopauzës dhe menopauzës, duke ditur që e rëndësishme është ndryshimi i stilit të jetuarit me aktivitetin fizik ose mjafton një shëtitje, nuk do thot në palestër. Ne themi rritet serotonina dhe bie kortizolli, dakord? Me rritje serotoninës ne do kemi dhe gjumë të mirë, dakord? Pastaj tendenca për të ndryshuar në tërësi metodën e të ushqyerit, me që metabolizmi ngadalson për 40%. Nëse ne largojmë në tërësi karbohidratet e thjeshta, lëngjet zero, ëmbësirat zero, frutën paraditës, do ushqemi me perimet dhe do ushqemi me proteinat, do bëjmë shëtitje 20 minuta, do marrim terapi hormonale zëvendësuese, unë besoj që ne kena për ta tejkaluar shumë kollaj këtë fazë. Ne si shtet dhe shoqëri duhet të punojmë drejt atyre protokolleve të parandalimit të pasojave, duke informuar këto femra dhe duke punuar më tepër në drejtim të informacionit për ato screening test, qoftë për ultrazërin e gjirit, qoftë metodat e terapisë që bën nga ana e endokrinologut dhe testimet për sindromën metabolike dhe faktorët e rrezikut, qoftë duhet të punojmë në atë drejtim që këto femra të bëjnë palestër ose yoga, dakor? Domethënë, eventualisht që në këtë formë neve të përpiqena me kuptu çfarë po ndodh në trupin ton, kur e dim çfarë ndodh me neve, dim si ta japim informacionin dhe pastaj kur ato të tjerët përballë nesh din çfarë po ndodh, din dhe si të na ndihmojnë, dakor? Gjatë periudhës së menopauzës, është domosdoshme që të merren medikamente apo është një fazë e cila duhet të kalohet në forme vetvetiu? Shumë faleminderit në pyetjen, shumë pyetje e qelluar. Jo të gjitha gratë bëjnë pjesë në atë kategoria që do futen në terapia me terapi hormonale zëvendësuese. Atë ne përcaktojmë, ne kena një, eventualisht ne duhet të krijojmë një punë me ekip, dakord? Punë ekipare, jo punë individuale. Në punën ekipare që merrem me shëndetin e gruas në menopauzë, është dhe një libër shumë i bukur që e kemi promovuar në gjuhën shqipe në vitin 2015 në Zagreb, në KBC Zagreb,
shëndeti dhe gruaja në menopauzë. Ne si punë ekipare që kemi bërë për kaq kohë sa kemi jetuar në Kroaci, kam bërë pjesë internisti endokrinolog, ne jemi dhe interniste dhe endokrinologe, mjeku ginekolog, mjeku psikolog ose psikiatër, por edhe trajnerët e palestrave të ndryshme, qoftë edhe nutricionisti, që si e punë ekipare ne kemi bërë drejt këtyre shëndetit të gruas në menopauzë. Ideja është që vetëm 20% të këtyre grave ka nevojë për terapi hormonale zëvendësuese dhe janë kriter të qartë, shumë bukur të shpjeguar në shkencë, vetëm duhet t'i bazojmë ato dhe t'i mësojmë dhe t'i lexojmë dhe t'ju shprehim atyre grave kush janë këto kandidatë që duhet të futen në terapi hormonale zëvendësuese. Janë pikërisht kandidatet të cilat kanë simptoma të shprehura të menopauzës, që pa marrë parasysh ndryshimit të stilit të jetuarit, pa marrë parasysh çfarëdo që është bërë në këtë drejtim, nuk kemi arritur përmirësim të gjendjes shëndetësore. Ato gra që kanë bërë perimenopauzë, menopauzë të hershme për shkak të kemoterapisë, radioterapisë ose ovarektomisë që kanë bërë heqje kirurgjikale të vezorëve për X arsye të sëmundjes, ato jemi të detyruar të fillojmë terapinë hormonale, me që kjo grua duhet të jetojë me më pak faktor rreziku për sëmundje kardiovaskulare, për osteoporozën. Dhe kur japim këtë terapi hormonale substitucionale, e bukura e kësaj terapie është që historikisht bëhet me kontrollen e ultrazërit ginekologjik, ultrazëri i gjirit dhe takimi me mjekun internist endokrinolog. Këtu futen terapia në formë të tabletave, këtu futet terapia në formë të patches do të thotë ato flastera që çlirojnë gradualisht në formë fiziologjike nivelet të estrogenit, 1 miligram ne themi në 24 orë, ose edhe terapia që merret me ato kremrat ose në formën e gellave, ashtu siç është terapia hormonale për burrat kur hyjnë në andropauzë. Doktore Sharit, një çështje e rëndësishme që ditët e sotme mjekësia vërtet ka ecë përpara. Do të thonë kemi terapi hormonale, kemi shumë informata mbi secilin fazë të menopauzës. Dhe natyrisht përgatiten vajzat e reja, përgatiten gratë kur hyjnë në këtë fazë. Por si kanë kalu gjyshrat tona, si kanë kalu këto që nuk kanë pas gjitha këto informata, si e mendoni këtë fenomen? Tani, nuk kam pas fatin me pas gjyshen gjallë, sepse ka vdek moshë të retë që të dyja anës, si mamës edhe babës, kur kemi qenë atë vogla, kështu që nuk e dim si kanë qenë ato, por që ma merr mendja që kam pas një ushqim më të kontrolluar se tani. Sepse të gjitha ushqimet kanë qenë bio, që do thot qofshim fruta, qofshim perimet kanë qenë totalisht natyrale, nuk kemi pas asnjë gjë artificiale, dhe qofshin mishi që ka qenë totalisht i kontrollum. Qa do thot kjo? Sepse është parë që frutat edhe perimet që tani më nuk janë ashtu si që kemi menduna, sepse janë me pesticide, janë të rritura në mënyrë artificiale, ato bëjnë probleme hormonale të na. E dyta, mishi pules, nuk jemi asnjëherë të sigurt këto pula janë të ushqyera ose jo me hormone. Dhe e treta, peshku. Kur nuk e dim çfarë peshku jemi të hongër, prandaj ne pacientëve i themi gjithmonë kur shkoni në restoran, kërkoni peshkun e detit, jo peshkun e liçenave, se ato të liçenave janë të ushqyme me hormone. Që do thot, ushqimi mua më mërmendja që vetëm kjo luan rol kryesor, sepse vetëm ushqimi është ajo që dallon nga atëherë deri tani, asnjë gjë tjetër për jetesën. Prandaj njerëzit flasin për stresin, po mua më mërmendja që çdo herë njeriu ka pas stres, sepse stres vetë është jeta, stres është puna, stres është çdo hap që i hedhim për të rinj jetë është stres. Prandaj nuk e marrim fort ne bazë stresin. Ne e marrim më shumë ushqimin, sepse kjo ndikon automatikisht në hormonet tona. Ç'a mendoni ju? Pse vajzat e reja futen më herë në pubertet? Vinë të ne, sepse është fut vajza në 10 vjeç në pubertet, i kanë ardhur ciklusi menstrual për para kohe. Vinë të ne se vajzat janë rrit, u zhvilluar gjoksi, moshën shumë të re. Kjo është sidomos nga ushqimi jo mirë i kontrolluar. Sepse jemi të hongër perime, fruta, jo të stinës. Prandaj ne gjithmonë pacientëve i themi, hajeni lule shtrydhen në kohën e verës, mos e hani lule shtrydhen dimrit, haje shalqinin verës, mos e ha dimrit, haje pemt edhe perimet në kohën e stinës, kur janë ato, sepse gjitha janë
të rritura artificialisht dhe kjo rritje artificiale automatikisht gjën e parë që do e prek, sidomos te vajzat janë hormonet. Unë mendoj dhe tjetër. Do me thënë, arsyeja që më përpara së mundshmëritë kanë te kaluar më kollaj dhe jetësia ka qenë sado pak më kualitet, sado që mund të kesh ndruar jetë në moshën 90 ose më tepër se kaq vjeçe, kanë thënë ushua. Nuk pat ndonjë sëmundje të rëndë, dakord? Është në total stilit të jetuarit, jetesa fast food, jetesa me shumë stres që të arrim sa më shpejt atë cilë që dëshirojmë, nuk kemi atë shkallën e pritshmërisë dhe durimit. Ne po ecim përpara në vite, po shkalla e durimit ka shku drejt zeros, dakord? Shkalla e durimit, mundësia për të ngrënë shpejt o fast food, egoja që ne po arrim për të bërë diçka. Përpara thuashi një thënie dikur thoshte ne vdesnim nga mjerimi, tani po vdesim nga mirëqenia. Që nuk ka të bëj vetëm detyrimisht me ushqyeshmërinë, po ka të bëj dhe me aktivitetin fizik dhe shkallën sasi përpara kam punuar dhe si punojmë tani. Ne tani nuk kapim autobusin, ne duam me makinë. Nuk na mjafton dhe makina që kemi parkuar për te parkingu, duan ta kemi parkingu në brenda në dyqan ose brenda në lokal. Që jemi mësuar dhe kjo gjë ky për ta cllëk në tërësi për shëndetin metabolik dhe shëndetin hormonal nuk është gjë e mirë. Mund të imagjinosh qofse shkalla e stresit është e lartë dhe kortizolli vetë shumë lart dhe ne po rim ulur. Çfarë po ndodh me brenda trupin tonë? Që historikisht është ndryshimi i stilit të jetuarit, stresi më i shtuar në shekullin 21, ato çfarë ne vetë po përcaktojmë për veten tonë, ajo çfarë neve do na detyrojnë në të ardhmen të jemi në shëndet. Neve thonim dikur kështu, farmacia e trupit është ajo që ka ushqehemi, që do thotë nuk i japim shumë rëndësi ilaçeve artificiale. Nuk i japim shumë rëndësi vitaminave artificiale. Vitaminë është ajo që ne hajmë, që ne ushqehemi. Dhe kjo është, prandaj thuhet, farmacia e njeriut është ushqimi. Ato që ai e sot është produkti asaj që ke ngrënë. Më intereson edhe, qëse minutat po shkojnë shumë shpejt, si pyetje të fundit. Ju në baza ditore, ju vinë gratë, ju vinë të reja të cilët ballafaqohen me këtë, nuk e di ta quaj problem, fenomen, sepse është pjesë e jetës. Kanë informatat mjaftueshme, din se çfarë ndodhin, kanë lexuar, po jemi ende mbrapa se përket informimit për menopauzën. Në fakt, tani dëgjoj Artën, jo të gjithë në të njëjtin klasë sa do student dhe nxënës kemi po të njëjtin informacion për ato që shpjegon mësuesja. Mvaret informacionin ne e marrim për kaq interesa kemi. Ka vajza dhe femra që janë shumë të interesuara dhe ka të tjera që nuk duan t'ja dinë për këtë gjë derisa në momentin e kanë përjetuar. Ideja është që informimi çdo herë është dobiprurës, në çfarë do lloj forme që kemi bërë informim, qoftë në formën e mediave, urime për punën që po bëni, qoftë në formën e leksioneve ose në formën e organizatave të ndryshme që mbledhin mjek për të informuar, qoftë gra, qoftë burra që ndodhin në këtë fazë që po kalojmë së bashku, që është proces biologjik për të cilën duhet ta bëjmë. Që ideja është që informimin që kanë kryesisht na vinë më tepër nga femra ndërmjet moshës 40-45 vjeçe që besoj që është akoma ajo pjesa e bukur e popullatës tonë që sa do pak ka një informacione se përpiqen të lexojnë, sa do pak nuk e kanë harruar librin si fenomen, dakord? Ideja është që flasim qartë kushdo qoftë arsyeja që më ka ardhur, qoftë për një yndyrë të vetme fare lart, për një hiperkolesterolemi dhe ne futemi kategorίες së shpjegimit çfarë ndodh në menopauzë, çfarë ndodh me rrezikun e osteoporozës dhe sëmundjet kardiovaskulare, çfarë duhet të bëjmë ne së bashku që të arrijmë përmirësimin e shëndetit te kjo grua, dakord zemër? Që do përpiqemi gradualisht të informojmë, po ka dhe gra që janë mjaftueshëm mirë të informuara, urime për ato që e bëjnë këtë gjë. Arta Rita, doktoresha, faleminderit shumë për këtë intervistë. Urojmë që ta kem arrit me shpjegu sado pak për këtë fenomen të menopauzës, sepse është vërtet një problem i cili ballafaqohen gratë dhe uroj që gjinia mashkullore ta kenë kuptuar që jo sado pak, po sado pak më shumë, edhe ti jepim mbështetje asaj që është e nevojshme për gjithë këto. Faleminderit shumë për këtë intervistë. Faleminderit dhe juve. Faleminderit dhe juve. Mirupafshim, shëndet. Ishim pra me dy motrat, Arta dhe Arita Haxhiaj, që janë endokrinologe, vërtet profesioniste në këtë fushën e tyre, ku
pra folën për problemin e menopauzës të gratë, një fenomen si që kuptuam hormonal, por me ndryshimin e jetës së stilit, posaçërisht me aktivitetin fizik dhe të ushqimit, mund të ndryshojmë dhe të përmirësojmë jetën. Prandaj gjithë ato gra, vajza, të dëgjojnë këto këshilla të merremi me më shumë sport dhe me ushqim më të mirë.